Mesditën e sotme kanë bërritur materialet zgjedhore në KZAZ 55 dhe 56 të Lushnjës, si dhe KZAZ 57 të Divjakës me mjetet e transportit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në selit e komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve, erdhën kutitë e votimit për qendrat e votimit të administruara nga KZAZ të përkatëse. Në KZAZ 56 tek Muzeu Historik kanë bërritur materialet zgjedhore të 65 qendrave të votimit që përfshin qytetin e Lushnjës, ndërsa në KZAZ 55 në palestrën e shkollës Skënder Libohova kanë bërritur 92 kutitë e votimit të qendrave përkatëse të ish-komunave, sot njësi administrative. Gjithashtu në KZAZ 57 në Divjak, në ambientet e qendrës kulturore, kanë bërritur 67 kuti të qendrave përkatëse të votimit. Materialet zgjedhore janë marrë nën administrim nga komisionet zonale, të cilat i kanë verifikuar dhe kontrolluar. Pritet që ditën e njëjtë të mbërrinë edhe pajisjet e identifikimit PEI. Morëm ndërëzim materialet në KZAZ-n numër 55, morëm kutit të numërimit, kemi marrë kamerat, dhoma fshet, kutia dhomës fshet, dhe nesër presim pajisjet PEI, që kompletohemi me këta. Këto janë vendosur të monitorat e numërimit. Gjithë procedura është ndjekur nga afër nga organet e rendit, të cilat duke nisur nga sot, të gjitha KZAZ-t do të qëndrojnë 24 orë nën monitorimin e tyre.